Loredana Brati është një nga ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, më të komentuara dhe më të pëlqyera nga publiku. Ajo është mjaft aktive në rrjetet e saj sociale, ku me fancat ndan momente të shumta nga përditshmëria e saj. Por jo vetëm kaq, pasi së fundmi Loredana ka bërë një bisedë virtuale me 160.000 ndjekësit e saj. Këto të fundit kanë qenë kurioz për shumë gjëra në lidhje me ish-banorën e shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe si pasojë pyetjet kanë qenë të ndryshme. Fancat nuk kanë nguruar që ta pyesin Bratin, edhe në lidhje me rrugtimin e saj në reality show dhe marrëdhënien që ka me ish-banorët e tjerë të këtij edicioni. Postonte një foto që ke me Gertën, i shkroi një ndjekës. Loredana menjëherë ka vendosur që t'i kthejë përgjigje duke postuar në Insta Story një bisedë të shkurtër me ish-banoren. Në bisedën në fjalë, ajo i ka dërguar fotografi gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e famshme, ku Gerta shfaqet e përlotur dhe Loredana i qëndron pranë. Të dua shumë, i ka shkruar Loredana dhe Gerta Gexhari i përgjigje direkt, edhe unë, duke e shoqëruar me një emoji zemër të kuqe. Kujtojmë se Loredana Brati dhe Gerta Gexhari janë pjesë e një paneli në një emision televiziv. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.